Mirëmbrëma Nxhiro me Syçin. Sot do të diskutojmë me një avokat, gjithashtu drejtori i Institutit për Bashkitë, Agron Haxhimali. Agron, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Agron, edhe si jurist, edhe si njeri që merreni me këtë Institut për Bashkitë. Përse mendojon ju mund të jeni më kompetent, po unë nuk di vende tjera që mas çdo zgjedhje bëhet reformë zgjedhore. Ju e dini mirë kështu, është e saktë, nuk ndodh. Kjo ka një hile shumë të madhe, Ilir. Unë kam thënë që qeveria shumë hileqare, shumë e pa sinqert me... Mo ka qenë gjithmonë dhe kur ka qenë Berisha... Jo, do të vit. 35 vjet kjo punë. Kur them qeveria nuk e kam fjalë, por kjo është aktualisht, sepse shiko, unë kam diskutuar dhe para zgjedhjeve të fundit, edhe kam qenë kritik me majorancën dhe opozitën me të gjithë aspektet, i kam thonë, ju futeni në një program të madh, pensioni, taksa, reforma, ekonomia, por pushtetin vendor nuk e prekin para zgjedhjeve. E kuptojnë ndjeshmërinë që ka reforma territoriale dhe ndryshime të tilla, por është gabim i madh. Dhe në këtë rast po i kthehemi konkretisht. Majoranca ka hap kapitullin për të bërë një reformë territoriale 10 vjet pas asaj të parës. Në njohjen time të gjatë të pushtetit vendor, reforma të tilla studiohen për 10 vite për të bërë për 2-3 vite. Jo për i muj. Bon për 4-5 muj këtu kene. E njëjta gjë ndodhi në 2013 për zgjedhjet e 2015, po ndodhe edhe tani. Por isha kritike dhe kam thonë gjithmonë kam artikuluar në media, ftesë Partisë Socialiste. Tashti je në zgjedhje. Fliti u qytetarëve, cili është programi juaj për pushtetin vendor, do ta rishikoni, do ta rishikoni, do të jo, po ne reforma është e suksesshme, nuk do ta shikojnë. Të njëjtë edhe ndodhi e kundërta, pra kur janë në fushat për vete nuk e prekin për të përfituar sa më shumë vota. Tashti, më duket sikur ju bëhet i pabesi qytetarëve, është e pandeshme. E njëjta gjë me Partinë Demokratike dhe opozitën. Ne kemi qenë në takime dhe ju kam thonë në takime të hapura, e kam thënë, cili është programi i Partisë Demokratike për pushtetin vendor? Ju duhet komunikoni kur shkoni në fushat, siç bëni për fushat të tjera, arsim shëndetësi, edhe për pushtetin vendor. Asnjëra dhe as tjetra nuk e shprehu qartë se çfarë duan. Se duan ta shfrytëzojnë për edhe shfrytëzojnë për këtë moment. Pra gjithmonë nuk e shprehin në zgjedhjet e tyre lokale, por e bëjnë një vit para zgjedhjeve të përgjithshme vendore. Nuk është qasja mirë në fakt, nuk është shumë demokratike, nuk është shumë e ndershme kjo mënyrë të për ndershme për demokraci harrohet. Po problemi është që duhet ecim në këtë rrugë, duhet të imponojmë demokraci këtij sistemi tonë, Ilir. Kjo lloj mënyre që mas çdo zgjedhje bëhet reformë zgjedhore, dhe të dy palët për të shfrytëzuar se kush të mori më shumë avantazh nga kjo reformë dhe jo për të bërë një reformë stabile që të qëndrojë kohës, nuk krijon dhe një farë destabiliteti edhe një farë çorientimi edhe në pushtetin lokal. Vazhdojmë ta kemi destabilitetin, prandaj quhemi ne vend në tranzicion. Isha para ca ditësh në tranzicion, harroja fjalën tranzicion. Ty 40 vjet tranzicion nuk ka, se bashkojmë 40. Po nuk e di, jam dakord me ty. 36 vjet. 36 vjet ne mbajmë mend vitet 90. Ka mo tranzicion. Kemi qenë aktivistë në ato kohë dhe mirë kemi bërë, por që fati nuk na çoi aty ku duhet. Por ne nuk mund të shkoj pra me këtë lloj, pra ne që tranzicion i tej zgjatur. Shiko, në këtë pikë jam tepër kritik dhe si qytetar dhe si aktivist, edhe me politikën shqiptare jam kritik edhe me ndërkombëtarët. Asistojnë për reformën, po marrim ke zgjedhorja, se ka një farë relevancë me njëri tjetrën. Dalin në konferencë 6 muaj para zgjedhjeve, do kemi bërë reformën më të mirë zgjedhore, do krijoj stabilitet. Një javë pasi mbaron zgjedhjet, të ulemi sërish në tryezë për reformën zgjedhore. Në fakt nuk më ka pëlqyer, kam qenë kritik i kësaj qasje, sepse unë nuk pres të kem këtë lloj stabiliteti. Edhe për ndërkombëtarët, tash ju mor veç të ndërkombëtarët, shif ç'po bëhet. Skandalet. Kjo akoma një dhimbje shumë më e madhe, por akoma më e madhe dhimbja kur dëgjoj që
çfarë po ndodhet në këtë frymën globale me ngjarje qoftë gjeopolitikës dhe me ngjarje të tjera me ngjyrë më roz, por dhe me prapavi. S'është roza do në ngjarje kriminale, roz nuk ka ta abuzosh fëmijë 16 vjeç. Sigurisht, po është shumë drejtë. Me bë dikush tjetër në burg, jo më të jetë. Ke të drejtë jo të japshin farë mbrojtje, por kjo nuk duhet të shfrytëzohet për faktin që me që klima globale mund të jetë tensionuar, ne mund të justifikojmë çdo ngjarje që bëhet në Shqipëri. Kjo nuk është qasja ime për mendimin tim, i përkas asaj që sigurisht unë kuptoj raportet e influencës, por një vend e konsideroj akoma një fshat periferik i Evropës për tej Atlantikut, ne duhet të jemi më solid, do të kemi harmoni tjetër, duhet të ruajmë ato rrjetet e origjinës së trashëgimisë. Jemi vend i vogël dhe mund të humim shumë kollaj. Po dhe nuk duhet të humbim disa gjëra që i kemi pas të mira për hir të së vërtetës, por fakti sot që i klasë një leadership politik po na e humbet. Kam shumë vështirë të them e qëllimshme e pa qëllimshme, po mbas edhe pa vetdije, por fakti që nuk po gëzoj të mirën e mundshme të historisë, traditës dhe të perspektivës time më bën të zhgënjem nga kjo klasë që drejton sot. Tashi, a mendon që pushteti lokal, domethënë bashkitë, dhe ndarja e njësive administrative është shumë e madhe, a ka nevojë Shqipëria për sa bashki kemi sot në 30 e ca? Sot kemi 61 bashki. Wow, 61 bashki. Në kohë të regjimit komunist kanë qenë 26 me sa më mendon. Shiko, metamorfoza qeverisjes vendore ka ka variuar, ka pas të numër, por në nivel rreth, është jo në nivel rreth. Tash kemi parasysh dhe jo, që shumë zona janë popullu, janë boshatis. Unë kalova, shkova nga 3 uret, shkova për met. S'pe asnjë qytetar rrugës. Qa janë gjithë ato qyteza mund t'i qush, po thua të boshatisur. Jo po thuaj boshatisme, komplet boshatisme, dyqanet mbyllura dhe kush ishte të hapura vetëm një dyqan lulesh për funeral ishte një para përmeti që ishte një vend. Edhe përmeti komplet. Qyteza azile shkret. Edhe përmeti komplet i marum. Që vje keq se është qytet shumë i bukur, shumë i pastër me shumë traditë dhe po ishte komplet i boshatis. Tashi, për çfarë duhet një bashki të krijosh administrat për një bashki me 3000 vetë? Tashi përgjigja ime. A mendon se duhen reduktu këto 60 dhe mos pikërisht ky numër i madh njësisë bashkiake a nuk krijon dhe vend për abuzim, ka ngarkesë të madhe administrative, a mos shfrytëzohet për simpatizantët e vet dhe pastaj kërkojmë kohë buxheti i shtetit? Po. Ja po të jap këto 3 po dhe po analizoj. Shiko. Konstatimi juaj shumë i drejtë, edhe Instituti për Bashkitë, unë kam një eksperiencë gjatë nga viti 96 që merrem me pushtetin vendor me komuna, bashkitë dhe me këtë ndarje dhe njoh metamorfozën, është lënë që u jap në universitet si profesor i jashtëm dhe ndjek edhe në konferenca ndërkombëtare. Shiko, është dilemë e madhe numri në fakt, por kur diskutojmë për reforma territoriale nuk është çështje numri, është çështje sistemi i qeverisjes vendore. Ju përmendet rastin e përmetit, edhe i dhat disa përshkrime, është kështu shumë i mirë, ka këto vlerë, këto histori. Por nëse e mbyllim këto vlera, këto historit, ku shkojnë? Jo, nuk e kam për debat, po është edhe për të fjalën që përmeti mund të jetë qendra, po të përmbledhë të tjerat jo. Bashki këtu. Pikërisht përmeti ka mbledhur, ka marrë të gjithë komunat si shembull, por ka edhe këtu një opsion që po e themi, për shembull, Këlqyra, një opsion që diskutohet. Këlqyra ishte e mbaruar. Ishte e mbaruar, mund të bashkangjitet përmeti. Jo, po s'kishte gjë për të qeverisë. S'kishte gjë. Shiko, Ilir, kjo është një dilemë e madhe. Unë para 2 vitesh isha ja pikërisht Këlqyra që më the kur kalon Këlqyra ishte kështu komplet. Pra, si ti vesh Chelsea është. Pa diskutu pastaj me 3000 fshatra që ka Shqipëria, një pjesë e madhe të tyre ka një rrjedhje të tmerrshme dhe të frikshme dhe me humbje shumë të madhe ekonomike, pastaj historike, kulturore dhe tradicionale. Shiko, reforma që bëm 2010-ën ndihmoi shumë në shpopullim në fakt, sepse shiko,
çfarë ju themi ne studentëve që ma kanë thonë dhe mu kur e mbyll një zyrë shteti pra bashkin, është sikur mbyll shkollën, qerdhen, mbyll dhe xhamin apo kishën, edhe thonë qytetarët, po çfarë kanë ngel për mua? Atëherë tashti, këto janë mbyllur për mua hapësira institucionale për ankimin, për gjetë të drejtën e shërbime është mbyllur. Hapësira për të falur e për të lutur është mbyllur. Marrëdhëniet me qeverinë ku i kam shumë të lartë, atëherë qytetarët largohen, është i perceptim shumë, ka dhe rrethana të tjera, në fakt se mbi gjitha është po si ekonomia fitimtur sa ai do largohet edhe po t'i vesh 5 bashki aty po t'i çosh dhe kryeministrin. Por cila ato është praktika që ne pam në Kroaci kur diskutuam para 2 vitesh. Kroacia rreth 3,5 milion banor, ka 550 njësi të qeverisjes vendore dhe ne i pyetëm pse po i mbani. Ato thë pse po i mbajmë, ne kuptojmë fare mirë ato që midis ekonomisë, shkallës dhe demokracisë lokale, sot trendi botëror është kjo që po diskutojmë është ekonomia shkallës, që mos bëjmë ato shpenzime të tepërta se s'prodhojnë absolutisht asgjë. Por kemi menduar që duke ju açuar pushtetin atje, pushteti mban dhe njerëzit, pushteti ofron dhe shërbimin dhe rrinë qytetarët afër shërbimit aq sa rrinë kryesisht në zona rurale. Nëse i largojmë këtë, do bjeri shumë, do ketë një rrjedhje dhe kjo është arsyeja që nuk i boshatisim, nuk i shkëpusim, nuk i reformojmë pra me kriju bashki të mëdha. Ama kostot ekonomike janë të mëdha dhe ka detyrim shteti t'i mbaj, por ka rregulla. Ne u them vetëm një argument. Ne kishim 373 njësi qeverisjes vendore dhe kishim diku 19.521.000 punojës, e gjithë trupa. A dini lirë se sa kanë sot me 61 bashki sa o numri punojësve? Rreth 39.000, 40.000. Pra çfarë do thotë? Është dyfishuar. Nuk po jap argumenta për të kundërshtuar për pyetjen tënde, por për të shkuar në ato që ju me drejta ne po i mbajmë, po këto shtojnë numrin e punojësve duke qenë. Ama rregullatori shteti ka për detyrë dhe instrumenta të tjerë për ta kontrolluar këtë situatë. Shkojmë në Francë, në Itali, në Angli apo në Hungari, unë i kam parë atje. Ato e kanë këtë problem si kemi ne, po kanë vendosur disa norma rregullore, për shembull, për numrin e punojësve. Tashti çfarë i duhet hasit përmetit kulturës, i numër punojësi 270-300 punojës. Pra, unë për ka saj që këto shpenzime të tepërta, reforma e 2014-s e 15 unë nis me këtë qëllim, por nuk e realizoi në fakt. Por modeli ku unë kam disa modele në fakt e po desha edhe t'i them, unë për ka saj që më mirë ta kenë pushtetin qytetarët, të zgjedhin kryetarin e vet, këshillin e vet, të qeverisen me një set shërbimesh publike që i përshtatet naturalitetit aty ku janë punëve komunale, por duhet të jetë me normë të kufizuar të burimeve njerëzore. Kjo është qasja ime. Po shkoj te ky model tjetër nëse vazhdojmë më tepër. Diku e kam fjalën, ne si vend jemi i vogël. Dhe imagjino tash bashkit. Dhe ne kemi këtë çike kanorën, do njifemi me njëri tjetrin. Dhe në një vend ku ka 1.000 banor, edhe do të kesh 100 administrat bashkia, ato të gjithë e njofin jetën, gjithë do të abuzojnë, nuk ke për të vu do të liqni aty. Se nuk e hapësirat mëdha, ti shive Shqipëri dhe nuk po vetë do të rende ligje, se ne gjithë njifemi me njëri tjetrin, gjithë mërthejemi me njëri tjetrin, gjithë mundohemi të përfitojmë këtë kulturën për të kap nga shteti e kemi të gjithë, nuk shkojmë shtet ne për shërby, shkojmë shtet për përfitu. Për të morë, për të fitu gjithë, shkem në gjithë mjes dalim në fitu, dhe e që shkom punë shtet. Po me rjep, me zhvesh, dhe kjo është gjithë botën, pra në shteti shifet si lopë, por ka mekanizma që e kontrollojnë këte, dhe e bëjnë eficiente, këtë desha të themën me botë. Nuk ka pas eficienci, lirë për hirë. Po, pra pikërisht se s'ka eficiencë, dhe që unë hymë bashkit, t'jap ty, t'jap ati, dhe po t'i shofim... To qoka politike janë bërë, edhe vazhdoj të bëhen në fakt... Jo vetëm qoka politike, po edhe familjare, mas ne edhe kushori, edhe njofte, edhe mikë... Duke në administrat, duke në këshill, që janë këshu më kjo realiteti shqiptar. A është e gabuar, është shumë e gabuar, por a ma zgjidh të çështje... Jo, se ne gjithë flasim për korrupsion. Po, mund të preshtojmë rastet veçanta, po kush nuk qenë administrat shtetet 35 vjet dhe nuk vodhin, e tregojmë pasuritë që kanë më burr. Është fare thjesht. E tregojmë pasuritë, po si ka mundësi. Një kryetar i bashkisë Kamzës,
ai, Mëziu, si e kaj, Gjemoli, Gjelali, si e kaj, ha? Gjelal Ziu, po, Gjelal Ziu. Si ka si Gjelal Ziu, edhe qitë me krenari, shpin, si me qenë shpia bardë në Amerikë, një kryetar i komunës Kamzës ardhë nga katunët e kuksit, ku i dion ka ardhë, ka dreqin ka ardhë, Ajo, e ke korupcionin në sylla, në balë, po them vetëm atë, pamjen e shpisë, imagjino çfarë gjëra tjera ka ai që si i dine njënë tjetrën, kështu mund morë raste pa fund. Pra, kjo është çështje kulture, mendoj unë, që ne pa e paralizuar këtë kulturë dhe kjo kulturë paralizohet me mekanizma, mendoj unë, me mekanizma kontrollues. Ne si kemi. Edhe pra ne sillim me këtë rreth vicioz. Po kjo muhabet ka 35 vjet, u vot korupcion, krim, korupcion. Shiko, ti morim gjërat me radhë. Lidhur me shqetësimet tuaja në panoramën e përgjithshme, ky sistemi 35 vjeçar ka shkuar kështu por është përgjithësi e ligjvënësve shqiptare, politikës shqiptare ta stabilizojë. Po ligjvënës me ke pa parlamentin? Po pra shumë i varfër. Ju thoni mos i vëm Chelsea qyteteve, po ke drejtë i pari që duhet vu Chelsea o parlamenti. Prup me atë nivel që ka. Edhe në këtë aspekt në fakt për historinë time të jetesës, pra e shikoj politikën nga jashtë, po e ndjek të jemi sinqertë. Më falë se po ndëry. A ke pa në atë parlamenti në diskutim për në reform, për në ligj, për me diskutu në projekt, për me diskutu në jo. Aty për çdo diskutim joje që bëhet për këto, aty vetëm ti ke vjedh, unë kam vjedh, ti ke morë, unë kam morë, ti ke shku këtu, unë kam shku aty, ti e hajdut, unë jam ashtu, ti e tradhtar, unë jam patriot. Diskutimi këto e kuptën që banaliteti ka ra parlamenti. Kualiteti shumë i dobës, sasia dhe cilësia në termat e përgjithshme e demokracisë në institucionet shqiptare, dhe sidomos në tempull, në flakse, aty të dhem më shumë, o shumë e ullët, përveç diskuri se nuk më pëlqen fare në fakt, sepse unë dua të dëgjoj në base, kur ja them dikujt tjetër më thonë, po ti ke ngel te kostumi vjetër, i don ato parlamentarët i do me kostum stofi që të polim, po unë vërtet i dua ashtu, nuk kanë si stofi apo teritale. Është institucion, po unë shikoj se institucion, më nuk shkohet me golf, nuk shkohet duke thonë, unë lexova këtë që më dhe ti. Unë atë tempull dua ta shikoj në këtë prizëm që kur të flasi ai deputet, qoftë i majtë, qoftë i djathtë, unë që po dëgjoj me fëmijët e mi, me gruan time në shtëpi, të mendoj që sa mirë, e tha, kjo ndërhyrje këti nëse kthehet... Jo të mbyll televizorin. Jo të mbyll televizor, po kthehet, është përfituese për mua. Lirë më thonin, ju Amerikën e njihni shumë herë më mirë në 2006, isha në Atlanta dhe në Georgia dhe po diskutonin për lojën e ligjvënësve dhe pra atë shpirtin si bëhet ligji. Edhe atje kam mësuar për herë të parë të idenë që ligji duhet bëhet në mënyrë të tillë nga ne, na thonin senatorët, që kur e dëgjon qytetari, ai thotë, këtë ligj edhe ta kisha shkruar me dorën time, s'do bënte më mirë efekt tek mua. Pra shiko çfarë ndjesie e dhimbshme që në ato parlament me 140 persona nuk e gjej më këtë lirë. Unë nuk duhet të paragjykoj asnjën. Po niveli parlament ka duke ra. Po si dëgjonim dikur, për shembull, ministrin e bujqësisë, harrova emrin në atë kohë, apo të kulturës së tarteve, burra të mëdhenj që Gjuvelin po e marr, pavarësisht qasjeve politike që kishte secili nga ne. Por e dëgjoje dhe duke sikur ky sillte ndryshimin apo do sillte ndryshimin. Po që të dëgjosh sot, as për ministrët jashtëm, as për bujqësi, as për rend, as për një gjë, kur të dali me fol ministri i rendit, pra thash, mbase kam gjetë te kostumi vjetër, më korrigjot lutem, kur të flasi ministri i rendit, po duhet dridhet mërë, jo krimineli që po duhet futet në brind të miut, po cili do, kur të flasi ministri i ministri mbrojtjes, duhet mash me i herë pozicionin e gatishmërisë. Se janë njerëz pa profil, mas kanë profil të njerëz. Ti si njëllë, ore, njefti emrat, unë nuk i njoh emrat e qeverisë.
Po dhe sa po vinë nuk po njohim, jo ne që Nuk i punojmë, njoh, more, por këto e kanë humbë identitetin dhe profilin e tyre, nuk po prodhojnë më asgjë. Një prej ne, një prej ne, njerëz si stona si gjë. Jo, me fjalë është vështirë të gjesh me nivel akademik. Po s'është puna nivel akademik vetëm, po njerëz që kanë profil më herë. Shiko, Se edhe Trumani, në high school ishte, e pat kritika, po u bë presidenti, është nga presidentët më të mirë të Amerikës. Pra, po kishte profil. Se nuk është puna vetëm akademik, ke njerëz që janë akademik, nuk bëhen dot politikan, ke njerëz që kanë doktoratura për financat, nuk bëhen dot biznesmen. Pa diskutim, por ama Shqipëria nuk është se nuk i ka këto kontingjente. Po ka një garë, jo, duhet ketë një profil, duhet ketë një garë, duhet ketë një rrugë që ka ardhur deri aty. Jo ti nuk e njeh fare vetëm kur një gjë, opa, deputete. Po, deputete. Se listat e mbyllura, domthonjë çim teket mua. Po. Shiko, edhe ky debati i madh për listat e mbyllura dhe të hapur, nuk e di shkurtimisht e prekim. Unë për kas asaj duhet të jemi të jo për magjoritar. Hapur ose ktheu tek e kemi pas magjoritar proporcional me 20%, ai për mua ka qenë modeli më i miri. Por edhe kur është lista hapur i lirë, në qoftë se në listë hapur sërish do të fusi kryetari ty të fortin, mu biznesmen. Edhe kjo problem, se e morën fortët. Edhe hyn të fortët. Hyn të fortët. Ne kemi provu, ne njohim e ekzekutivit dhe të legislativit dhe në nivel të parë në komuna bashkie dhe në nivel të këshillave të qarë. Unë e kuptoj këtë se ka qenë i zgjedhur, kam ndjek politikën në këtë aspekt. Kështu që nëse ne nuk ndryshojmë mënyrën të menduarit, nuk vëm logjikën, arsyetimin dhe të kemi një mendim më evropian, ne më duket do ngelim, po ngelim shumë arkaik, po ngelim tipik shqiptar, tipik ballkanës në mënyrën se si do të ndërtojmë shtet. Për të formuar shtet faktikisht. Tashi shtet formimin e kemi shumë të dobët, edhe në mësi dhe në mënyrën se si kemi ndërtuar këtë arkitekturën. Më le të them vetëm mirë shembull. Unë e shikoj këtë pa nevojshme, për shembull, çuditshme një debat që diskutohet sot, që pse gjykatësi kërko rrogë më të lartë se presidenti. Kjo është fataliteti madh që një qeveri nuk arritur në bë piramidën e pagave. Kjo është qesharake. Tash ti jep një administratori të një njësie me 1.500 a 2.000 banor, i jep 1,5 milion lek, shumë mirë, më nuk kam gjo letmari dhe 2. Kurse ti prokurorët e gjykatësit, këto që kërkojnë rritje e rrogës, po kanë 3.000, këto kanë shumë. Unë nuk e dia kanë shumë, kanë pak, nuk po ndaloj, por një shtet i mirë e ka shkruajtur dhe e ka përcaktuar. Megjithatë, rrogat e administrativit, unë mendoj, mund të bësh dhe kërkim, në Google, rrogat e zyrtarëve, jo avokatëve, se avokatët janë privat, të gjyqtarëve, të prokurorëve të shtetit, kudo janë rroga që hynë në nivelin mbi mesatare. Po jo të ketë diferencë të shqipërit $3.000, për sa merr një punëtor këto? Përse që gjykatësi nuk i dilë kanë $3.000? Pajtohen. Jo, përse unë jam dakord me atë që këto do të kishim bërë piramidën e pagave. Kjo zgjedhet, se nuk diu në i vend që një gjykatës mori më shumë se presidenti. Po. Apo një prokuror se don ti i jep. Ç'është kjo? Kudo në botë, njerëzit e administratës nuk janë njerëzit më të paguam, janë bizneset, janë avokatët, është profesionet e lira private. Pra njerëzit Por ama këtë të bëdhe i gjo përshtypje që pse shumë i lirë ka një tendencë të llatash me të privatit, me u shkëput nga linja fitimprurse e biznesit ti dhe me shku në administratën publike. E diti që është bërë fenomeni çuditshëm kjo. Kjo nuk kene sepse duan me mërejt asetet e veta, duke pas një, se dole të ashin tem. Duan me mërejt atë që kanë morë pa drejt, më pikë me e thonë. Ne dim të si janë pasuru njerëzit këto. Ka një disbalancë të prikshme në... Shumë disbalancën e tjetë, po mënyrë se si është bo, dhe kjo punë nuk është punë si janë bo. Po problemi është që është katru infrastruktura, është katru struktura tokës. Ti shife që ke bo me tokën. Ajo është masakra më... Ajo është një masakra madhe. Jo vetëm që nuk është këthuj prona, jo vetëm konflikti pronës, e tjere kanë ardhe kanë morë me politikën prona publike se i kemi bo këtë temë. Ajo është një dhimbje shumë e madhe në fakt.
se këto du të talën me kanunin e Lekdukagjinit. Kanuni e ka të gjotë qartë. Toka ndërtohet mbi kodër ose në fund të arës. Nuk ndërtohet tash kjo toka kanë bë shpi këtu, si do ta shfrytëzosh këtë tokë ti më? Dy momente shumë saktë. E para të ndajmë dhe çështjen e pronësisë sipas me kam qenë kritik i hershëm i kësaj situate, është një dështim i politikës mbase nga pavedia për të hyrë në ekonominë e Jo, më ishte pavedia ja. Ligji 7501 nuk ishte një tmerr i parë, por mirë që u bë i tillë, por Ligji 7501 u bë me xhvat. Por e keqja më e madhe që u zbatua, mirë që bën ligj të keq, po ti e zbaton sërish të keq. Që ka mundësi më edhe deri në vitin 2020. Ky është ndër ligjet bashkë me linjën e planifikimit urban 104-107-2014 që kanë ndryshuar, ndryshojnë disa herë brenda vitit. Ku ndodh në vendet perëndimore që një ligj bazik të ndryshoj 30 herë, 40 herë për 30 vite. Akte ndryshoj ky me këtë, apo toka të ndahet deri në vitin 2020 me ligjin 7500 i qesharake, pra u zbatu keq, por lidhur me hartën që ju boni aty. Mirë që e dëmtoi ligji që i bëni juridiksion të papar në paktatën në tokën tënde ta ma jep mu tokën time jep i tjetër, kush do ishte i lirë me zaptuar, tashti kanë hyrë këto privatët oligarkët e morin me 1 euro siç po shikojnë. Por lidhur me atë i tha po toka ime më tha, po pse o jotja s'ke për ta marrë. Po, gjeni tjetër. Tashti, ama këtu tashti ke kjo harë që ju boni ju. Plotësisht dakord jam me ty që të parë tanë si ndërtonin në kodër ose në fundin e arës. Sot është mbjell ara me shtëpia me beton. Kur vjen ka avioni. E duket nga avioni, po i shikojmë dhe me sytë lirë. Ama ky tashti është çështje menaxhmenti, çështje administrimi, çështje e keq. Por problemi është si e rregullon mo, kjo një katastrofë të gjithë se rregullon mo. Shiko, pra, shumë e bukur. Pra, në qoftë se do kishte qenë situata e pastër, ndryshimi i ligjit ishte krejt ndryshe, po ta kishim të tokën e lirë. Jo, jo se lejon me qëllim, politika lejon me qëllim për të shfrytzuar për përvojë. Për ta bërë në këtë lloj mënyre, krijove një liri pa kufi e turpshme që u lirua. Ajo është barbari, nuk është liri. Po, ajo është barbari, veja emri tamam. Ja ve barbari. Barbarian. Gjithë edhe ato që i lejon, edhe ato që kanë ndërtuar janë barbar. Edhe unë jam në të njëjtën linjë, edhe kur më pyesin tjerë po qytetarët, shiko, me thënë drejtën, edhe ne kultura jonë shumë e para nuk respektojmë kulturën e gjyshërve tanë me ndërtu siç ju thoni në periferia në Kodër. Por dhe ne u treguam me një guxim të parë që të ndërtojmë në ligata, në këneta, buz, lumeve, buz, aty. Por e bëhet për mytje, ka ndërtuar kënet. Po si qesharake, unë nuk e toleroj. Mirë ky shtet të lejojnë. Po ti për vete, si shko ndërton kënet? Dhe tash janë kohë se të ka myt këneta. Po myt ti me gjithë kënetën bashkë. Por lirë këtu a di ka marr shumë kritika më shkruajnë qytetar. Pse ne kështu e gjetëm, pse na lejove ti, u them, shiko, ky ka bë gabim që edhe nuk duhet ta lejonte Ilir për të së vërtetës, se rregullatori është aty për të orientuar çdo që ndar këtë nder. Njeriu civil ka përgjegjësi vetë këtu. Pastaj them ti ruaj veten tënde më, nuk ka më të la qeveria, ty mund të lej qeveria futu ke rruga, aty mos prit vijat e bardha, shko ke treni ti. Po më ka ndërtuar dhe më, ke parë vend që ka ndërtuar shtëpi mbi kurrën e trenit? Po tash i gjithë aksi Durrësit është boj tillë. Pra, kemi dy kultura edhe si shoqëri, por thash nuk duhet të ndodhte dhe këtu jam kritik edhe për këto shemjet që ndodhen herën për këto ndërtimet që bën tash në pranverë. Unë kam tokën time, thotë ndërtoj, po jo më zotëri, ti mund ta kesh tokën tënde, ti nuk e i lejuar me ndërtuar. Ta gëzosh tokën dhe me kanun dhe pa kanun 500.000 vjet ta gëzosh, por ama ti i guximshëm në malësi të Tropojës në Vermosh. Jo në Vermosh, okej, diku atje harrova emrin tash. Pra, ti mund ta gëzosh tokën, po nuk je i lejuar që ti mund të bësh, e bëju një trekaçe po pa themel. Por ama gabim fatal, por ama Ilir edhe bashkia dhe institucionet që shkojnë në për takime elektorale dhe ti e shiko fadromën aty dhe ti nuk jam plotësisht dakord me policinë shtetit kjo. Edhe kjo. Ore mos ti të ndërtime mos e dil këtu ka Alidemi.
kanë bllokuar trotuarin, më nuk ka trotuar. O ke bllokun, mes bllokut nuk ka trotuar. Kanë qitë sa konsulla, sa bishta kjo që pallatesh që takon me po kohë. një çmend që është, kjo që themu për një qytetare. Shkallët e shtëpisë i kanë ndërtuar kalidemi, del mund rrugë, nuk ka trotuar, do aty pje makina. Po për kalemojt e vet, fëmia nuk di gjop me ta marr makinën. Po. Mirë, pa diskutim shteti se shteti o rregullatori. Po shteti po ai kur shikosh fare e thjesht për mendimin. Pra si nuk është pa ajo. Ato që kanë qenë bashki nuk e kanë patë të ndërtuate. E kanë parë. Se më rënohet të ndërtuaj. E kanë toleruar. Pra një shtet duhet aty ku i ve spangon që thot nga këtu nuk lejohet me ndërtu, nuk duhet lejohet. Ajo që tha ty edhe në tokë tatë më zënë gjithë botën, ti tokën e gëzosh, po nuk mund bësh si mas skefi. Nuk mund ndërtosh ti midis Ares, një kompleks. Çfarë ndodhi jo në këto zgjedhje në dy zgjedhjet në zgjedhjet lokale të para këtyre zgjedhjeve lokale dhe qendrore. Pat një bum shumë të madh pas viteve 19 për ndërtime. Edhe shkon nga qyteti në fshat ndërtonin kështu ka këto gjej shtëpi, blej tokë, dhjetë bën nga një shtëpi. Edhe unë thotë çfarë po bëhet shumë interesi i madh për të ndërtuar, edhe unë djeja aq sa i njofun territorin, po aty nuk lejohet, ose kjo që thoti, po unë ma shef syu që ti nuk mund lejosh, mund të ndërtosh këtu. Kur u bon shumë ndërtime, unë në media kam qenë gjithmonë kritikë, do shkoni më informoni qytetarët, bëni thirrje, ndaloni askush. Pastaj u shkoi fatura institutit IKMT-s, ju ka gjoba 25 milion, 30 milion, 17 milion. Po sa rregullon me gjobë, se e ke prish already. Atashti çfarë ndodhi? Këto tashti u mbajtën peng elektoralisht. Edhe do të gjobis sot, gjobis nesër, bëjan kimim sot, bëjan kimim nesër, derisa doli amnistia. Tash bidhen ndesh mos e qytetarët që na dëgjojnë thonë po pse ti qeke keq që pa kërko amnisti, nuk do të thush faleminderit se unë përfitova shtëpinë, por ai s'ka përfituar në Gjosef, dhimbja është shumë e madhe, kemi humbur të gjithë nga ajo. Po kemi humbur gjithë, bravo, kjo është më e saktë. Pra, gjithë kemi humbur nga kjo katër. Ajo që të them më shumë është ti si bëre luajtje për interesin tënd të votës duke prishi gjë shumë të madhe në interesin publik. Kjo histori vazhdon në Shqipëri prej 35 vitesh. E keqja është që nuk rregullohet më. Tiranën për shembull ku janë lemrit, Tiranën nuk e rregullohet më. Çado që ti bësh ti ç'ishte bo këtu mbrapa ku ka qenë porcelani. Po, e di. Po, porcelani artistike Migjeni. Po, sa del te kino studio si. Po, që ishte bo dhe atje dhe rrugët, vazhdojshin ndërtime pallatesh, ku do shkojmë, pse do shkoj unë tjetoj atje. Si është e pabanueshme, aty nuk e as kën për fëmijët, as një studim që këtu bëhet çerdhje, si gjithë botën, më se nuk është zor sot kjo punë, po nuk ka vullnet, nuk është zor në gjithë botën, kur ndërtohet, bëhet një plan, ti s'ke master plan, je akoma me master planin e Adil Çarçanit. Tirana nuk ka master plan. Ke pas 3-4 institute projektimi, ke pas institutin e ujrave, ke pas institutin e farogjereve, ti ke mbyll gjitha, me të shkatërru gjithë. Ato institute studime s'kishin lidhje ato me komunizmin. Ato ishin gjithë specialista. Më lejo të ndaloj dhe pak sekonda këtu, se thash sa herë ju kthehem kësaj çështje që më hapi gjithmonë, prapë po përsëritem tonë. Agron ti ke ngel ke vitet para 90-s, po nuk kam ngel atje, Ilir, nuk kam ngel atje, në botë kuptimin jam i bindur. I kam thonë, po si më gjithë këto institute, gjithë këto, për shembull, rasti i fundit që kishin përmbytjet. Ti sot ke 70% të sistemit kanalizime, drenazhime të trashëguar. Shumë mirë se do ta trashëgojmë, do ta përfitojmë. Po inxhinierin me njohurinë, burimet njerëzore të atij sistemi ti nuk i vën punë sot, po i shkrive si shkrive gjithë institutet, po ti duhet ishe racional për institutet e tilla. Ti nuk mund ta shkatroje plotësisht. Edhe Shajm Serbi e Grekun, ti duhet ta mbaje atë sistem, pra ato institucione që vërtet ti mendon që të duhet. Jo teknicien. Pra ti largove... Edhe Enver Hoxha, kur erdhi i majti administratën e zogut e teknicienet e inxhinierët se i duheshin. Po se s'ke ku të shkosh. Ku do shkosh. Nuk bëhet me partizant ajo punë. Ashtu. Sot po bëhet me patronazhista, me aktivista, siç është mush administrata e tëra, që është e pafalshme, pra është e pafalshme dhe do na shkaktojë ndihmë shumë të madhe. Për konstatuar se gjithë jemi lodh me konstatimet. Tash e dim gjithë dhe nga që skemi që bëjmë motë, është vetëm rrafi mujnë avon.
qeveria ka skandale ma skandalesh tash në fund. Se deri ku shkojnë, se sa janë të vërteta, se sa do t'i shofi koha. Po një gjë është e dukshme që diçka ka. Sikur, kam thënë gjithmonë, 10% e percepcionit tjetë është shumë. Në anën tjetër, opozita që duhet tjetë ajo që duhet ngjalli shpresë është më keq. Vazhdojnë me të njëjtën retorik, me të njëjtën muzikë, do ta rrëzojmë sot, do ta rrëzojmë nesër, do ta rrëzojmë sa kanë kriju inflacion, i kanë lodhë njerëzit dhe plus kjo opozitë po ato fytyra që kanë kontribu për këtë gjendje që është shteti sot. Çfarë mendon se do të bëjë opozita dhe ku po shkon opozita kështu? Kanë lemruar tash do të jetë protesta me datë 10. Kanë bën nuk e di sa protesta që do ta rrëzojmë Ramën. Rama ka votat parlament. Rama ka shtetin dorë, na i presion kombëtar nuk ka, edhe me grumullu këto 5.000-10.000 vetë nuk është në gjoqit 3 ditë venin. Sa 10.000 vetë i ka, dhe ato 10.000 vetë nuk i ka që i ka ndalë ka Tirana, po vinë nga rrethet e nga zonat e zorri madh një parti i grumullo 10.000 vetë, me ju vunë 5.000 qison vetë me ju vu kësaj pune. Çfarë do ndodhi me opozita dhe ku po shko opozita që do të vi si alternativë, po me makinën e vjetër të kësaj gjendje që është krijuar në Shqipëri. Çështja jo makina, në fakt çështja është mendësia. Mendësia, pra e thash makina, me makinë e vjetër. Shiko, unë hy nga ato që përkas faktit që ne reagimi publik gjithmonë duhet të jetë ndaj qeverisë, aty duhet kërkojmë llogari. Pajtohem gjithçka që ju thatë, sikur edhe 10% e këtij perceptimi të jetë i vërtet, edhe 1%, ama kupton, jo 10 o shumë. Pa tjetër që qeveria duhet ishte më përgjegjshme, ndërgjegjshme me veten, duhet ishte më mendje hapur, edhe s'duhet ishte protektore këtyre ngjarjeve. Habitem pse kryeministri Rama ka i qasje të tillë, sepse vit pas viti dështojnë mbrojtje Tahirin, hiku Tahirin, bë këto mbrojtje të tilla të pa nevojshme. Habitem se ka i frikë sepse ai e ka të elektorat, ai do fitonte më shumë në qoftë se u distanconte plotësisht me. Po sot më u bë zgjedhja ai fiton prapë. Pikërisht pra këtë them. Habitem që pse prish sistemin, na prish të gjithë për këto vizionin ta të cunguar në mbrojtje të tilla. Nuk do të ndalojmë, është ajo që tuti të shikojmë sa janë të vërteta sistemi drejtësisë, për cilën dhe këtu Me kim dojë shmenim ke për sistemin e drejtësisë, për shpakun. Shiko, unë mendoj që ai po bën një punë lidhur me këto arrestimet, paktën goditi shumë lart, por ama sistemin e drejtësisë i lirë nuk e shikoj vetëm ke spaku. Të më diskutosh sot, unë dëgjoj dhe analista që edhe gjykatën kushtetuese se quajnë se fusin ke sistemi i drejtësisë. Këtë është pastaj zdiqtë. Unë jam jurist, jam profan, por kjo është vetëm arsyetim logjik. Po pra, por ama si që shkoj si qytetar tash, kam një çështje gjyqësore komplet pas një vlerë që nga 2010-a. Jemi në 2025-ën. S'pas gjë. Do dhe 25 sistem drejtësi, unë e qua jo vetëm tek spaku, po bi në këtë nivel, që sistem drejtësi e përfshi kur zgjidh problemet të atij qytetarit. Jo, edhe spaku nuk po vepron pak si Deux Machina që ka arta që ky shpëtimtari më të mirë, po drejtësia ka disa raporte, ka disa procedura që vepron. A nuk duket e nxituar me ky arrestim bu me nesër ato mund dalin për shkelje? Shiko, procedurash, nuk kishe nevojë gjithë ky nxitim i madh. A nuk është fatale që ne pas kemi më shumë njerëz në paraburgim të padënuar se sa të burgosur ja, pra, dënuar. Ja, pra, tregon se ky është sistemi i drejtësisë, prandaj me shikoj me skepticizëm, pavarësisht se ky spaku shkoi në këtë lloj goditje. Unë veti përkas kjo një show, nuk është një shfaqje. Po, i Rama ti kur thuti po mira dosi që presin qytetarët si harrua, jo, duhet ku drejtësia. Fare. Ku drejtësia? Drejtësia nuk ka pse bën një çash këtij. Unë vet jam për kam thonë atë në një shtet të shëndetshëm nga pikpamja ekonomike, institucionale, funksionale të drejtësisë, është ai shtet që e le spakun pa punë.
Po ti prodho lëmë të parë për spakun e thu, bo më çfarë dush ti s'ka mund punë me te. Pra shteti, regulatori, institucionet nuk duhet prodhojnë lëndë për spakun. Ne duhet jemi republikë, prokurorës, unë kam votu për kryeministrin e Shqipërisë, pra për këtë sistem që kemi sot, për atë tempull me 140 veta të prodhojnë politikat të tillë. Ka republikë prokurorës, edhe ajo që tash pavarësisht kush është ballu, po si ti pas ke drejt me e shkarku, se krijoi precedent shumë keq, ai mund të rrëzojë gjithë qeverinë e së spaku. Dilni prej punë thotë. Që rrëzoi pastaj gjykata kushtetuese. Ja pra shiko sa ka këtu paqartësi të çuditshme në fakt se njëjti debat është bërë dhe me kryetarin e bashkisë. Pra një vend që nuk zbaton standarde, si e zbaton për njërin, nuk e zbaton për tjetrën. Por qasja ime për spakun është kjo. Unë duhet shikoj një qeveri të fortë dhe sistemin e drejtësisë duhet ta shikoj që nga ankimimi administrativ, mos shkoj deri atje sipër. Shkojmë tek opozita, nuk do t'i shmangem pyetjes. Shiko, jam kritik, jam i qef mbetur dhe për arsye unë jam i djathtë dhe them, e kam thonë dhe nuk se e fsheh këtë çështje, ne kemi paskaluar dhe një pjesë në gusht bashkë nga vitet 90 që kërkonin këto ndryshime që duam sot, po që nuk i gjetëm ashtu siç duhet në atë kohë në fakt. O nuk gjetëm vetë ne, o na spostuan të tjerët kjo ngelet edhe për kjo është Shqipëria, por duhet pranu. Kjo është Shqipëria, por priça sot një opozitë më organike, një opozitë më civile, më të organizuar, spari nga strukturat, nga qasja, nga mënyra si komunikon me qytetarin, nga mënyra çfarë i ofron votuesve, nga mënyra çfarë i ofron spektrit gri. Pra do ta shikoja një institucion klasik dhe tradicional në ato pozitë, pavarësisht ka numrat, se edhe sot ka 50 deputet, po ama nuk janë pak. Me dignitet duhet ta trajtojë atë situatë. Lidhur me protestat, për mua nuk ka shumë rëndësi 10 apo 15.000 apo 20.000, sepse kjo sot kjo qeveri ka 86 me gjithë koalicionin. Ai nuk mundesh ta shembësh, jo me 10.000, po edhe po të sjellësh 100, nuk mund të sjell për 100.000. Unë do nuk jam kundër protestave. Jo, protestat janë më pasaj faktikisht kanë. Pra ai atë kapacitet të prodho. Më tepër unë kam merakun ka ajo që mos thu që e rrëzojmë sot dhe rrëzojmë nesër, do shkoj ke qeveri teknike nesër, do shkoj ke qeveri teknike pas. Edhe qeveria teknike nuk bëhet. Ashtu. Po, shiko, ne nuk kesi bo se s'ke instrumenta tjera me bloku, por nëse shkoj të kana tjetër, i ke 100.000, 50.000, je i zoti, rëzoje, s'ka nevoj me mor leja, s'kujtë rëzoje. Po s'ka nevoj. Rëzoje, ka që shfare e thjesht, mos përcakto as stacion parët punë, rëzoje se e merito për të rëzuar, por edhe njerë, lidhur me opozitën, thash njëra është shkak, por, ama i lirë ne duhet protestojmë për veten tonë si qytetarë. Unë nuk mund të akuzoj opozitën se s'më organizo mu protesta. Ne duhet kemi shpirtin e protesta, reagimi qytetarë duhet ta kemi si qytetarë. Për ta përmbledh, me që dole këtu, fakti që ne nuk kemi protesta, që të lini ka qenë një ajo armëve që doli herë. Armëve kimike, e vetmja. Pra, në këto 35 vjetë, ne nuk kemi tregu që kemi një shoqëri ndërgjegjshme. Po se kemi vetë reagimin e kemi. Fakti, unë nuk di në i vend perëndim që vetëm vendet autoritariste mund të organizojnë protestat një opozitë politike dhe atje jo, del populli. Pra, ne nuk e pa një organizim, një protest pa partit politik. Po pra, unë këte nuk e pëlqej, prandaj thash unë kjo tregoj që shoqëria civile Rama ka plotësisht drejt që thot ku e ka varrën ti çoj lule. S'kemi pse nuk kemi ndërgjegje qytetare, nuk kemi ndërgjegje kombëtare, nuk kemi ndjesi për masakrën që i bëjmë vendit tonë. Nuk ke sindikata, s'ke organizime. Po më vetë qytetari organizohet, çfarë sindikatat harroj sindikatat e krijuan për të vjedh e për të shërbyer ati regjimi politik, tash i ke aty me prona, ka një ke sindikata sot Shqipëri. Po sindikata e fermerëve të Brukselit, të Francës, të Greqisë, diti se çfarë prodhojnë ato. Franca ka prej kokën e monetet e buara.
Po pra, edhe mesazhi im është i tillë pra që ne duhet të reagojmë, unë nuk pse të presut mu thej që njëra nga partitë PD-ja apo këto partitë e tjera. Unë duhet të ketë vetë atë shpirtin reaguese dhe në një farë mënyrë unë e kam se thash kam zgjedhur të punoj në sektorin e shoqërisë civile dhe principi është fare thjesht ti e di në Shtetet Bashkuara çdo thotë të jesh shoqëri civile. Nuk je se ke armik qeverinë, më. Jo, po shikoj po ti je në oponencë me qeverinë se s'ka qeveri të mirë, kaq është fare e tjerë. Presidenti Reagan ka thonë nuk ka qeveri të mirë, po ka popull të dobët që nuk kërko llogari qeverisë. Po, ne jemi në këtë fazë sot në fakt. Faleminderit. Faleminderit dhe shumë kënaqësi që sot rrugtova pak me syçin.